Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi. Muzika popullore shqiptare me koloritet e saj krahinore janë vlerat më të mëdha që i bart populli ynë. Rajonet të ndryshme kanë treguar se kultivojnë një opus të gjerë të këngëve lokaliste, e që më vonë ato u shkëmbyen dhe u bën të njohura në mbar treva shqiptare. Krahas saj, repertori i këngës qytetare shkodrane ishte i veçantë edhe u përhap gjithandej. Sonte do të flasim për një legjend të muzikës shkodrane, i cili u bë i njohur për zërin e bukur që kishte. Do të flasim për Ibrahim Tukiqin, i cili tek ne ishte i njohur me dy këngët e tij, si Hajde Gjyle dhe Bishtalesat palë palë, por natyrisht edhe për këngët tjera. Ibrahim Tukiqi lindi në Shkodër 100 vjet më parë, pra në vitin 1926, dhe ishte një nga figurat më të shuara të artit muzikor shqiptar. A ishte edhe tenor lirik që la gjurmë të thella në skenën operistike dhe në interpretimet e muzikës popullore shkodrane. Karrierën e nisi si vokalist në ansamblin artistik të ushtrisë në vitet 45-47. A ishte pjesë e grupit karakteristik të muzikës popullore balkanike në Radio Tirana, në udhëheqjen e Mihail Cikos, ku dallua për talentin e tij të jashtëzakonshëm. Ai mori pjesë në shumë turne artistik në qytete të ndryshme të Shqipërisë, por ishte prezent shumë herë edhe në Kosovë. Por sonte në studio kam ftuar Artan Bakin, këngëtar dhe njohës i muzikës popullore shqipe, me të cilin do të flasim për legjendën e muzikës popullore shkodrane, Ibrahim Tukiqi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, Artan. Faleminderit Fis, është kënaqësi e jashtëzakonshme sore jam me ty në këtë mision i cili rikthen kohën dhe tregon vlerat e mirëfillta të muzikës shqiptare, e posaçërisht i nderuar për Ibrahim Tukiqin. Faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë, në fillim pra do të ndjekim këngën e tij të njohur, Hajde Gjyle, të cilën e kishte kënduar para publikut të Kosovës në vitin 1972 në Teatrin Kombëtar të Prishtinës. Gjithashtu edhe një këngë polifonike të cilën e kishte kënduar me Avni Mulën dhe Qemal Kërtushën bashkë me një grup polifonik nga jugu i Shqipërisë. Ta ndjekim dhe pastaj do të fillojmë bisedën me Artanin. Hajde Gjyle, peja Gjyle, e holle, e gjate, e kuqe si molle. Hej, pse s'fletë moj me goj, hej, hej. Hajde Gjyle mori moll, nuk të da pashtin e dor. Hajde Gjyle mori dush, për që kaqim kene kushe. Ujtëm në mu me kapë mërshia, mi more mënë të mija. Hajde Gjyle, peja Gjyle, e holle, e gjate, e kuqe si molle. Hej, pse s'letë moj me goj, hej, hej. Hajde Gjyle mori moll, nuk të la pashtin e dor. Hajde Gjyle mori dush, për që kaqim kene kushë. Hajde Gjyle, peja Gjyle, e holle, e gjate, e kuqe si molle. Hej, pse s'fletë moj me goj, hej, hej. Hajde Gjyle mori moll, nuk të la pashtin e dor. Hajde Gjyle mori dush, për që kaqim kene kushë. Këngë për elektrifikimin.
që do t'u them dy fjallë, kënga jon nga zemra dal, let buqasje detit val, let buqasje detit val, hajde, hajde, oh, oh, oh. Rahëm të latanem banem, një vendim ka dal Tiran, historia do të marë si harisht për shqipetar, atë lumë të bëj Shqipëri fjallën dri, që pas këti. Dolli lajmi mori dhe në fjallë mirë kalon rrufen, shkojnë dër fusha, shkojnë dër male, dale zemra i me dale, në sire ma nuk do besh, shqipetari ka ljubes. Hajde, oh, dhe ta një fjale për tetën gjiti malet mori re, moje buku republikët e për te në elektrik, shtrijen te lata në mbanem, në sire shëkuj në lar, ku do lampa do të ngris. Bite shqipes po qëndisin, bite shqipes po qëndisin, atë lumë të moj Shqipëri, s'ka të shlikur asurish, po se puna natë e dit, ku do vendi shkër qëndri, Shqiperia lule mali. Hajde, hajde, oh, oh, oh. Atë lumë të moj Shqipëri. Si fener po ndriqon ti. Atëherë jemi rikthyer kështu pasi pam dy këngë, në fakt njëra e Ibrahim Tukiqi, e cila ishte mjaft e njohur, Hajde Gjyle, që e kishte performuar këtu në Teatrin Kombëtar në Prishtinë në vitin 1972, një vit i largët, 53 vite më herët pra. Dhe e pam një performim të jashtëzakonshëm, një publik i cili ishte aq entuziast për ta dëgjuar Ibrahim Tukiqin, e që për gjeneratat e reja sigurisht ata fare pak din, por gjeneratat e prindve tanë edhe ne kemi dëgjuar për të që ishte një këngëtar jashtëzakonshëm. Si mund ta përshkruajmë një zë kaq të bukur si që kishte Ibrahim Tukiqi? Kjo memoria kolektive, na kemi defekt, na kemi arru gjonat para 20 vjetë, le mu se këto që në 53 vjetë për para. Këtu është interesant që Ibrahim Tukiqi këtu është, në sashin e thanë 72-ën, 1972-ën. Historia e ti kështu po kalojmë atë ciklin e fillestarët që e thati në fillim, që hyrje fillon në 57-ën. 57-ën kur kthehet nga Moskva, ku studion në një për universitetet më të mira të kohës, të është edhe më të mirin. Edhe atje është shumë interesant se kontaktet e tij janë shumë të afërta me shumë njerëz. Ndërkohë atje studiojnë paralelisht bashkë me to, studiojnë edhe shumë tjerë. Ditë që ka pas kontakt për shkak ka taku dhe Shostakovićin, një prej kompozitorëve më të mëdhenj në botë, domethënë ka qenë një rreth ku ka pas artista të jashtëzakonshëm. Mirë po, aftësia e Ibrahim Tukiqit është që ka marrë shumë prej tyre. Ka marrë aq shumë sa që për mendimin tam është artisti më i mirë lirik i muzikës popullore shqiptare, në të njëjtën kohë me gjestet dhe ato improvizimet skenike më të mira. Unë e kam pas fatin, e kam pa një 2-3 herë në koncert edhe live. E keni takuar fakt, sepse kjo në vitin 2004. Ka ka ndruje. E kam taku shumë pak, domethënë nuk kam ndaj kujtim si, për shembull si shkon me Bikindojën ose me Shoqëria e Lushit. Mirë po, ajo shka është më rëndësi është që ishte një showman, se zakonisht ta që përfundojnë muzikën klasike, krijojnë një karizëm treme shpesh herë, që unë e kom përfundu shkollën, për të që përfundu shkollën, ke përfundu për veti, ky ka kuptu ato në atë kohë, që shkolla është për me të ngrit me një nivel të caktuar, ty për me mri të publiku ose të suksesi. Edhe ajo shka është më rëndësi është që ky ka kuptu ato, e majnë mand herën e fundit në 96-ën, kur kanë qenë në turnerën e fundit në Kosovë,
ka qenë në Gjakob, edhe ka këndu bashkë me Sebahat e Vishtin, këngën tjetër që ka të famshme përveç aty në dyjeve që përmendet ti është Maki Gishtin për nas. Majnë mend që në pallatin e sporteve që ka qenë i mushën plot për plot, kur vjen aty, pjesa, dërgohet me një cep pa mikrofon edhe bëqis të krejtsolla. Një zë fuqishëm. Ato gjashtin do të thonë i ka sa i bën 70 vjet saktësisht, 70 vjet. Një artist i cili i ka dhënë skenës shumë me rolet e tij. Fillimisht ka interpretuar në opera të ndryshme, duke filluar nga Amerika, mirë po më karakteristika dhe më interesante është opera Butterfly, të cilën e lun moshën 34 vjeçore, e për shkak se rolin është një rol aty i dyfisht, i madhi dhe i voglit. Madhin e lun Ibrahimi, kurse të voglin si 4 vjeçar lun Davidi. Babe Bir luajnë në një skenë, ajo është një ndër rolet e tij më të preferuara. Pastaj ajo pjesa që na intereson neve është pjesa e muzikës popullore, aty është i manitshëm. Qartë. Dhe ky transformimi nga një tenor i cili kishte kryer shkollë të muzikës në muzikën popullore, në fakt këtë e bëri të veçantë, sepse zëri tina fillimisht është i muzikës popullore. Qartë. Edhe me ansamblin e ushtrisë, aty spikohet ky tingulli i tij i jashtëzakonshëm. Lidhja e Shqipnisë me Rusinë në atë kohë ishte shumë e fortë, edhe kemi shumë kryesisht krejt artistat të mëdhej që për fat të mirë përfundojnë shkollë në Çajkovski në Moskë, i cili padyshim ishte në mos më i mirë, një prej 2 më të mirëve në botë. Edhe aty kanë punuar me mjeshtrat të mëdhej, me artistat të mëdhej, me pedagog të jashtëzakonshëm. Kështu që e gjithë kjo u bart, mirë po rëndësia dhe qëllimi Sa problem ndodhin këtu? Nuk është gjona që ndodhin. Nuk është një problem. Dhe këto, hera parë që e pashtë edhe në një kombinacion interesant me polifoni, me një këngë polifonike. Apo nështë është të kryuar enkas sa për të përformuar para publikut në Kosovë. Kjo ma tepër përngjante një këngë korale në frymën e muzikës polifonike. Ajo është pjesë e korit aty shihet me Ramis Kovacin, me Gjevdet Hafizin, me mund tjetë dhe Hysén Kuqia, nuk përdi, pra është një periudhë e ndryshme, mirë po kur kthehen në Shqipëri, Shqipëria kishte nevojë, kishin qitë si prioritet në ndërtimin atij identitetit shqiptar, edhe atij shqiptarit të ri me vlera, kështu që kjo boni që gjithë këta që kanë përfunduar shkollën për muzikë klasike, duke filluar nga Çezadea, që ishte drejtori i parë i ansamblistit, masë Tish Daia, këtu në këtë filmim pa me Agim Krajken, një prej figurave të ndryshme, bashkëpunëtori i tij dhe shumica këngëve që i ka regjistru Ibrahim Tukiqi që naj i posedojmë, atë janë bashkë me Krajken, me disa tjerën me më e vogël si Flori, për shembull është me ansamblin e qytetit Shkodrës. Figurë interesante, figurë markante, e njohur për potencën e tij edhe për interpretimin e jashtëzakonshëm. Këngët e tia janë me pikë. Rolet e tia, sidomos të rolit të opera parë të Amerika, është gjithashtu me pikë. Janë do gjona të cilat kur i ka bo, kjo tregon që është jashtëzakonshëm. Një artist jashtëzakonshëm. Natyrisht që kjo biseda do të shoqërohet me disa prej këngëve të cilat, sepse Ibrahim Tukiqi ishte këngëtar dhe ne duhet të ecim në për disa prej këngëve të tij, edhe të më vëndshme në fakt, por në një koncert ku performoj 22 vite para se të vdiste, në fakt të ndrën të jetë, do kemi mundësin të dëgjojmë zërin në pleqëri që vjen nga Radio Televizioni Shqiptar e që nga ka siguruar arkivi atje. Ta ndjekim dhe pas ta e këthejmë i prapë.
Atëherë kemi ndjekur kështu një performancë në vitet e fundit të jetës në fakt, dhe pam që ishte në Shqipëri dhe zëri nuk e kishte lënë në një interpretim të jashtëzakonshëm, si edhe një zë të fuqishëm në fakt. Dhe ishte zë më i rrallë që kishte Shqipëria në vitet e 70-ta dhe më tutje, sepse ky zë prej një tenori e bën të veçantë Ibrahim Tukiqin. Mendoj që për zonave burnore padyshim më i veçanti, edhe më, si më thonë ashtu, më i pranueshmi nga tenorat. Kishte tenorat mirë, Shqipnia shumë. Ishte Gjon Athanasi, pastaj Hysen Koqia, Ramiz Kovaçi, kishte plot zona. Mirë po, ajo është interesant, është naturaliteti i tij. Te kjo konga këtu unë emocionova, është intonacioni jashtëzakonisht shumë i lartë, edhe për dikon që i ka 20 vjet. E lemo këtu që përshihet që i ka diku rreth 80-ave. Një interpretim i jashtëzakonshëm, teknika interpretative e fortë, mirë po ato që thash fillim, gestikulacionet e tij janë shumë, mimikat e fytyrës, janë reagime shumë natyrale, të cilat duket që i ka pas, edhe i ka perfeksionuar shumë në shkollën e Moskës, e cila thash ka qenë. Sigurisht edhe këto lëvizjet prej aktorit i mësojnë kur të jetë tenor atje, sigurisht i kanë... Pa, edhe ata në tjetër shkollë kanë shku gjithë. Po problemi është që ky ka spikohet me ato, ky ka pas natyrale. Që edhe lëvizjen e ka këtë pjesën pak përpara që është shumë e rrallë. Që si lëviz me violinistin, komunikimi me violinistin e thirr, e fton. Po që tash i komunikojnë me to, domethënë janë gjëra shumë të rralla që e tregojnë nivelin e lartë artistik të tij edhe në njëjtën kohë edhe intelektual. Dhe më bëri përshtypje Artan një fakt në xhirimet që i patëm 72-ën, kishin dëgjuar atërës për Ibrahim Tukiqin se ishte një zë që kishte dalë në skenë pak më herët, por që në publiku kosovar ose në shqiptar i Kosovës në fakt, po dëgjonte përmes valve të Radio Tiranës sigurisht. Radio Tirana, Radio Kuksi. Edhe Radio Kuksit. Edhe një pjesë pastaj ka pas një marrëveshje, kanë transmetuar dhe Radio Jugoslavia, domethënë ka pas mundësi, ka qenë zot që ka spikohet, domethënë ato këngë që ka punuar Ibrahim Tukiqi, hala identifikohen si këngë, ma këno këtë këngë të Ibrahim Tukiqit. Domethënë i ka jap identitet këngës, i ka jap formë, edhe thash, këngë që ka kënu ky e kanë një pikë në fund aty, janë disa prej artistave që kanë nga një pikë në fund. Kurse të tjerë, mëse kanë prej, si mund është mi vazhdu. Ky interpretimi kësaj këngë është s'mundesh edhe çka është më interesante që gjitha janë live, pa mundësi reprodukimi, përmirësimi, dublimi. Po është me një se du kjo vlen kur sheh këto anë të njëjtën kohë dhe mallin gjesh edhe sheh që degradimin shoqëror që kemi mësuar na. Na kemi mësuar prej këtij kemi arrit te këta. Mos përmend. Domethënë, për një artisti që vjen për një shkollë të madhe edhe që interpreton vepra të mëdha, që është interesant, gjitha interpreton në nivelin maestral, kemi rritë disa që e quajmë art sot, që domethënë kemi nevojë për mu pastru emocionalisht dhe shpirtnisht dhe mu kthy me dy kom tokën, me thonë, prit më se nuk është ashtu. Nuk do të largohemi nga kjo pjesë sepse kam edhe një këngë të cilën ne kemi shkëputur, po nga ky material të cilën ne kemi siguruar në fakt nga Radio Televizioni Shqiptar, nga arkivi atje, e të cilët i falenderoj pa mos, dhe bëhet fjalë për këngën Bishtaleca Pale Pale. Ta ndjekim dhe pastaj prapë kthehemi në studio. Bishtaleca Pale Pale
Atëherë jemi rikthyer kështu pasi më në fakt edhe këngën e tij të njohur, Bishtalesat palë palë, të cilën e kishte kënduar po në të njëjtin koncert të cilin na ka siguruar atë televizioni shqiptar në fakt. Dhe e dëgjuam një këngë desa po shkon te kënga, Artan vazhdoi të këndoj edhe ti. A mund ta çosh zërin aq lart apo jo? Nuk është probleme. Kjo puna zonit nalt është keq interpretuar. Kjo është një gjë natyrale, është problemi çysh e përdor zonin. Se zot nalt me kqyr ashtu, zot nalt më shumë se magore i s'ka kërkush. Ai pllat këtu në 3 mall në larg. Po problemi është te Bilbili. Vërtet. Më thonë, një kombinatorik e rrallë, e fuqisë, e interpretimit mjeshtruar. Këtu është, pishoj që është ansambli e shtetit, në periudhën kër ansambli e shtetit ka qenë nivellet më të ulta, është Vladimir Hasimi, Deviz Devijallisi, Lulzim Cara. Mund të jetë vitet të 90-ta kjo? Kjo duhet më konë të që aty ku thomë, të 95-6-7. Nuk është ma vonë, se për bazë formacionit artistik, njëti formacion artistik kanë qenë edhe në Kosovë në 96. Edhe fizionomia e ftyrës ti është afërsisht të njëjtës moshë. Po, interpretimi është diçka fatmirësisht, do më thonë, nëse na s'kemi Mozart, nuk kemi figura, s'kemi tenora nivelit botnor të njohur. Mirë po, unë jam i sigur që t'ishte konë Shqipnia në një stad tjetër shoqënor, t'ishin konë të hapën, t'ishin pas mundësimi lëviz, unë mendoj që do të kishte pas një karrierë të jashtëzakonshme edhe jashtë. Është interpreti potenca e tij, që moshë 70 vjeçore, zonim nëse kthen kryt, varet që është një zoj pjekun, mirë po forma interpretative, ato lulet, lëvizjet, që dora më thonë, është një rast për studim. Unë do të kisha propozu këtyne që studiojnë për kanto në fakultet në Universitetin e Kosovës, mi marë këtë burin, se të jetojnë burin plak, mi marë këtë burin plak, me musteqe, mi këshyr, mi pa lëvizjet skenike, edhe interpretimi, dinamika e trupit me dinamike në interpretimit janë në nivel të jashtëzakonshëm. Dhe kjo plejada e artistëve të cilën e ka pas Shqipëria në këto vite të shkolluara, në fakt, më pas nisi të degradojnë paksa me ngushtimin e rrugëve të Shqipërisë. Dhe, por që Kosova, në fakt, në vitet e 80-ta, ndoshta duke marrë mësim nga artistë mëdhaj shqiptar, filloj të zgjohet nga gjumi dhe të filloj të prodhoj këngëtar të mirë njohur në atë kohë. Dy dimensionet është të kundërta të njëjtën kohë. Është një pasqyrë të cilën e kemi shikuar jashtëzakonshëm në kohën kur ne jemi kanë në fakt më mbrapa se përket kulturës dhe muzikës. Kemi pas halë të tjera, na mas luftës dytë botnore, këta kanë pas halë të tjera, na kemi pas halë të tjera. Niveli e analfabetizmit të Kosovë ka qenë shumë i madh, mbi 98%. Edhe ata 2% nuk e dim sa e në konë analfabet, llogaritësh momenti që dim me shkru, me lexu, kaq, po sa kam pas funksionalitetin real, nuk e dim. Pra, na kemi pas halë të tjera, përderisa Shqipnia nuk ka pas pozita e tyne u konë e konsolidume, u konë i njohur si shtet, na kemi pas një për probleme kryesore ka qenë që është me ujtë identitetin. Me kalimin e kohës, Kosova ka bo hapa gjigant, normalisht mbështetje e madhe ka qenë muzika, fillimisht kemi importu shumë. Kemi importu tikun vitet 60-ta për Shqipënisë. Pastaj në 60-tat ndodh një fakt interesant, bllokohen kanalet e komunikimit nëpërmes të repetitorëve të mëdhaj, një ndër ta ka qenë Gjakovës, që ka qenë në ushtri, i cili pëngon të valët e Radio Kuksit në atë kohë që dëgjojshëm. Edhe Goleshi ka qenë në fakt në tim. Edhe Goleshi. Më thonë, dy kanë qenë dy pikave cilat e vunë në një pozitë shumë të keqe, s'kishte edhe shkandod, po nga çdo e keqe ka një të mirë. Po aty shpërthejnë dy për kompozitorëve tonë të mëdhaj, Qamili Vogël dhe Mazlo Mizini, të cilët vëjet që janë të frymëzuar nga koncepti i të bonit muzikë, Qamili Vogël ma tepër nga Shqipëria mesme, përderisa Mazlo Mizini vëjet që ka një frymë shkodrane, edhe zavendësohet. Pastaj vjen ky shkëmbimi kulturor, më duket fundi i 60-tave, fillimi i 70-tave, lëvizje të mëdha, aty ndrohen shkëmbehen mendimet, edhe që shkëmbim mendimesh vëjet direkt në muzikën kosovare.
Për shkak se fillojnë edhe ndërtimi i institucioneve, fillon punën në 74 në Radio Televizionin Prishtinës, orkestra, e cila ishte me Edhe ai ishte një instrumentist, shtys, në fakt, për bi artisteri. mesatarët, shumë bi mesatarët kohës, një shtys, masnaj fillojnë ajo që është më e rëndësishme edhe në Kosovë, shoqëritë kulturore artistike që e quajnë cep në cep të Kosovës nivelin dhe kulturën shqiptare. Qartë. Sonte në fakt ajo çfarë është interesant të dinë dhe shikuesi se Ibrahim Tukiqi i ka lënë trashëgim edhe 2 djemt, të cilët në fakt Edhe një vajzë. Edhe një vajzë. Sonte në një linjë të drejtë për drejtë për emisionin Arkivi e kemi djalin e tij, të madh David Tukiqin, që do ta zhvillojmë një bisedë. Përshëndetje David. Përshëndetje, mirë mama zotit Isnik. Sonte në Prishtinë po flasim për babain tuaj, Ibrahim Tukiqin, i cili dikur ishte i famshëm dhe më vjen mirë që po komunikoj me ju për ta rikujtuar ikonë e muzikës popullore shqipe. Ibrahim Tukiqi e ka dash me shpirt e me zemër Kosovën, një lloj si Shqipnin. Gjithmonë ka fol me dashurinë më të madhe për Kosovën dhe ai kuptonte këngët popullore edhe kosovare i qohej mishi kokër, themi ne. Dhe thanë, e ndjente atë që kënonte. Dhe ne, fëmijët e tij, jemi eduku pra edhe nga nana, po edhe nga baba, që me dash shumë Kosovën. Dhe të thëtë të drejten, unë si muzikant që jam, e du shumë Kosovën, dhe në planet e mia kam ndërmend me shkru diçka për Kosovën që e du aq shumë. Ai ishte në Prishtinë dhe performoi me këngën Hajde Gjyle. Madje e gjithë publiku e duar trokiti fort. Po, Hajde Gjyle është një këngë e famshme në Shqipëni, por edhe ju nofta e keni njohur këtë këngë nëpërmjet babës tim, Ibrahim Tukiqi. Hajde Gjyle është një këngë pak si komike, që kënon për dashurinë, por është një këngë shumë e goditur. Hajde Gjyle, peja Gjyle, e hollë, e gjatë, e kuqe si mollë, është një këngë shumë e njohur, sidomos në qytetin e Shkodrës. Por ai e interpretonte, ai nuk ishte thjesht një këngëtar, baba jem. Ai ishte një krijues. Ai kur kënonte edhe krijonte. Pra ai në mënyrën e tij kur kënonte të këngë, hynte në fjalët, si thoshte kjo këngë dhe ngrente publikun pesh. Ai pra nuk ishte thjesht një këngëtar, por ishte edhe një këngëtar krim, pra shtonte diçka në këngën që këndonte. Çfarë përshtypjesh sillte me vete nga Kosova? Çfarë ju tha juve fëmijëve? Në fakt ju ishit vegjël atëherës dhe natyrisht ju dhe vllau juaj sigurisht i keni pas kërshërinë të dëgjoni për Kosovën atë kohë. Patjetër, ai në atë kohë Prishtina, Kosova ishte vështirë me ardhë atje. Edhe ai me gëzimin më të madh, me dashurinë më të madhe, që po shkonte tek vëllezërit e tij kosovarë, që ne i konsideroshim, jo i konsideroshim, pa janë shqiptarë si ne njësoj, po të ndarë nga kufini. Edhe ai erdhi me një opinion të jashtëzakonshëm, që e kishin prit mirë vëllezërit e tij kosovarë dhe na thanë fëmijëve që në Kosovë kishin prit jashtëzakonisht mirë, aq sa ma nuk i nxente salla njerëzit për me hyrë me një gjuhë. Edhe si ma shprehjen e tij thoshte që u thyn dhe xhamat kur ka shku ansambli jonë atje nga dashuria që kishin kosovarë për vëllezërit e tyre një lloj, tash i quhen kosovarë, pa ata janë shqiptarë njësoj. Pra kishin dashuri të jashtëzakonshme për pjesën tjetër që ishim ne matan kufinit. Edhe këte ka transmetu babai jem tek ne fëmijët. Edhe unë dhe vllai jem Gens Tukiqi dhe unë fundi kam marrë një opera për legjendën e famshme të Shkodrës, Rozafa, dhe kam dëshirë që ta bëj edhe në Kosovë, ta bëj atje këtë legjendë të famshme, pra që është një opera që unë e kam shkruar me zemër dhe kam dëshirë që ta dëgjoni edhe ju atje në Kosovë. A e keni trashëguar edhe ju këngën? Si u lindi juve kjo dëshirë? Duke parë babain tuaj Ibrahim Tukiqin apo si?
Po, të dy djemë sepse baba jonë pa tek ne një talent qysh në vogli. Unë 4 vjeç kam marrë pjesë në operën Madame Butterfly të Giacomo Puccini, një kompozitor gjigant italian, ku kam luajtur rolin e fëmijës vogël. Baba jem Ibrahimi nuk ishte vetëm një këngëtar i këngës popullore. Ai kënonte edhe operat, ka kënu të gjitha operat që ekzistonin dhe që janë vu në Shqipëri. Pra, ai patek unë në festivalet ndryshme që unë merrsha pjesë një talent, edhe mendoj që patjetër më bante muzikant, ashtu sikurse edhe vllai tem Genc. Pra Genci, ai parashikonte gjanat, ishte një njeri larg pamës, ai patek unë se unë do bajsha një kompozitor dhe dirigent. Dhe tek vllai mendoj që do bëhesh një pianist i famshëm, sikurse ai është sot në të gjithë botën që luan edhe kompozon, ka kompozuar një hymn për Nën Terezën, e cila u lut edhe në një nga sallat më të rëndësishme të New Yorkut, Carnegie Hall. Por krahas edukimit muzikor, ai na edukonte gjithmonë me dashurinë që duhet kemi për kombin tonë. Pra, për kombin shqiptar, duke filluar nga Kosova patjetër, po edhe nga të gjithë kudo që ndodheshin shqiptarë, se shumë shqiptarë ndodhen në Maqedoninë e Veriut, shumë shqiptarë ndodhen në Itali, pra ne kishim një dashuri, jemi rrit me këtë dashuri të madhe për bashkëkompasit tonë. Edhe për mua është një gjë e madhe që ju po merrni një intervistë sot, ju falenderoj shumë që të flas për babain tim, që nuk ishte thjesht një muzikant, po ishte edhe një patriot i flak, do të thosha. I flak vërtet, me shpirt e me zemër, sikur që jemi edhe ne. Çfarë dëshire kishte Ibrahim Tukiqi? Ai rroi 78 vjet, sigurisht kishte edhe brenga, por edhe dëshira. Por kryesisht për shqiptarët, çfarë thoshte? Ande e këndej kufirit. Po, dëshira e çdo shqiptarit është edhe jona, edhe tia, sigurisht ishte që ne të jemi bashkë, gjithë shqiptarët. Mos jemi të ndarë nga kufi, kështu formal, nofta janë sot, po dëshira edhe jeme, që djali i Ibrahimit është që ne të jemi një kom si që kemi lindur, që jemi një kom nga më të vjetërit në Ballkan, do të thosha ne jemi i lirë, jemi pellas përpara se të ishim i lirë, dhe tash jemi shqiptarë të gjithë, dhe kjo është edhe dëshira ime, që ne si shqiptarë të jemi një gjatë, jemi një kom, duhet jemi gjithë bashkë. Kjo është dëshira e babës tim, po dhe jonë. Të falenderoj shumë që pranove të bësh pjesë e emisionit Arkivi, kushtuar legjendës së muzikës popullore Ibrahim Tukiqi, i cili pas vetës jo vetëm këngë të bukura, por edhe trashëgues të muzikës në familjen e tij. Të falenderoj edhe një herë dhe të uroj sukses. Unë para se ta mbyll bisedën, do të shtoja edhe diçka që në kohën e luftës që u bë në Kosovë, baba jem në shtëpinë e tij të vogël këtu në Tiranë, ka strehur një familje të madhe kosovare, sikur se të ishte familja jonë. Unë nuk e di kush janë ato dhe ku gjinden, por megjithatë du të them që baba jem i donte aq shumë kosovarët, një lloj sikur se donte edhe familjen e tij. Ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhat të shpreh ndjenjat e mia më të mira dhe më të bukura që dëshiroj për Kosovën dhe shpresoj që së shpejti të vijë në Kosovë operën time Rëzapa, ku flasim për traditat më të mira që ka kombi shqiptar, siç janë besa, burnia apo liria që ne e duam shumë. Falenderoj shumë që pranove të bësh pjesë e emisionit Arkivi kushtuar legjendës së muzikës popullore Ibrahim Tukiqi, i cili la pas vetës jo vetëm këngë të bukura, por edhe trashëgues të muzikës në familjen e tij. Falenderoj edhe një herë dhe të uroj sukses. Faleminderit shumë. Gjithashtu ju uroj sukses. Atëherë, Artane, ndjekëm kështu se çfarë tha Davidi, djali i tij, në fakt, edhe ai kishte trashëguar muzikën dhe po merrej edhe me një operë të cilën po dëshironte ta organizonte në Kosovë. Në fakt, ky trashëgimia prej një muzikantit ndoshta është një dëshirë kur prind i ki këngëtar dhe çdo ditë ballafaqohesh me këngën, sepse ai me mos këndon nëpër shtëpi. Dhe kjo trashëgimi në fakt
përveç djemve që ja ka lënë, sa është përcjell edhe të breza tjerë në fakt në Shqipëri. Po, ajo është interesante është që kryesisht fëmijët e artistave të mëdhej e kanë problem me të kalu atin, se gjithë jetën metër si djali Ibrahim Tukiqit për shembull, rasin e Davidit dhe Gencit. Mirë po këta dy kanë arrit majat e muzikës shqiptare. Genci padyshim një super pianist, sidomos i njohur për punën e tij bashkë me Inva Mulën në ato koncertet e tyre madhështore, një super pianist. E Davidi me kompozimet e tija, dhe kujtojmë atë kompozimin e famshëm Sagapo të dua me Nertila Kokën, një këngë fituese e festivalit të radio televizionit shqiptar, një ndër këngët më të bukura edhe veprat e tija të shumta. Merr mirë që këto ditë të fundit ka arrit me vënë në skenë një operë, të vesh në skenë një operë duhet një jetë të tonë punë për kushtim. Mirë po kur ke bab Ibrahim Tukiqin, i cili është njohur si njeri jashtëzakonisht shumë i sakt edhe preciz me përgjegjësitë jashtëzakonshme, ka qenë shumë i përgjegjshëm. Atëherë normalisht gjanat edhe të bëhen më atleta. Plus tash vjen për shkollës më të mirë në botë të momentit, si më thonë, nëse babave tjerë mundesh mi bishnu, ka qenë problem edhe për Gencën dhe për Davidin mi bishnu babës. Përderisa më atleta ka pas vajza e cila është bo mjekë, edhe e ka pas shumë thjeshtë. Dhe kur jemi të vlerësime në fakt të kësaj plejade të artistëve dhe të muzikantëve, këngëtarëve të cilën dhe kishte Shqipëria, si mund ta përshkruajmë duke marrë për bazë Ibrahim Tukiqin, gjithat plejade të artistëve që kishte Shqipëria në atë kohë, që kishte zërat jashtëzakonshëm, edhe të vajzave, femrave në atë kohë në Shqipëri, por edhe të burrave në këtë kohë. Tu bëhet fjallë për nivelin, për standardin. Varet ku qëtë tabanin. Nëse qëtë tabanin këtu, atëherë kemi fillu për këtu. Neve në ka ra. Na kemi tabanin për drumë për momentin, kështu që çdo gjë është e mundshme. Atëherë ka qenë, ju konë gjonat, puna marë, i kanë thonë veç ati që e ka bo punën e vetë. Sot, njëtë në kohë ka një barcelet famshme që qakullën, shka punën, tha, dimni që zdru verës kënoj. U bo punë sezonale kjo, në kuptimin figurativ. Për të sa këtu ka qenë... Si mund të angrisim cilësi, si mund të angrisim këto vlera? Qërë, me dasht, është qaqë thjeshtë, është qaqë letë, sa që është qesharake sa letë është. Mirë po të njëtën kohë është të në ngarku si shëshni, unë shuat e gjeneratat e reja, përshanë, ka të problem me dit i kohë këship nuk e din. Din sot dush turqisht, bulgarisht, rome. Gjitha gjuhët. Gjitha gjuhët, jënë internacionalista. Mirë po, nëse i thu, klama i kohë këti Ibrahim Tukiqit të kush është taj, më vë mingu, s'po më mingu, për shkak se dimenzioni edhe forma e trajtimit muzikës shqiptare në atë periud ka qenë në nivelin më të nalt artistik. Çdo gjë ka qenë shumë profesionale. Kjo thjesht të ansamblit në periudhën kur ka knu Ibrahim Tukiqi, fillimisht ka qenë Qes Zadeja, pastaj ka qenë Tesh Daia. Dy figurave proeminente shqiptare. E vërtet. Tashti, aty kanë orkestru njerëz të cilët mirën me orkestrim, kanë kompozu njerëz të cilët mirën me kompozim. Se ka krijues edhe kompozitor. Kanë dallim shumë. Krijuesit janë natural, mundin me kriju një vim melodike, e cila masaj varet shumë edhe për orkestruesit, edhe për interpretit, që mund shalesat pale është një këngë me temë thjesht, mirë, po kur luhet për ansamblit, kur ka kënu me krajken formacion, është dimenzion tjetër. Na kemi ngu, Kristalesat për Lopal mund tjetë një ndërkangët më të kënume në Kosovë vitet të 80. Më të shpeshta, se dëgjojnë se cilën a hen. S'ka formacion muzikor, shëqi kulturë artistike në Kosovë, bile edhe atame qiftelia, që nuk e kanë kënu, Kristalesat për Lopal. Mirë po, vullën, stampen në kësaj e ka dhoni Ibrahim Tukiqi. Edhe te para Ibrahim Tukiqit e kanë kënu tjertë, është një këngë e këngë. Dhe më dhënë, ma te për këngë a hengu. Këngë që ka kënu Ibrahim Tukiqi. Janë këngë të cilat i ka dhoni, i ka stampu, edhe sot, kush dënë mi mbri maksimumin asaj këngë, pa dyshim që duhet mu bazu, e ka piken referente, jashtëzakonisht shumë të naltë. Edhe për këto shpeshe në për koncertet ndoja që në nivellit artistik njerëz tutën mi marë, se në fakt është si përgjësi. është përgjësi me dalë para një interpretit tij. Atëherë, Artan, falenderoj shumë për gatishmërinë tënde që të vish dhe në fakt
të shpalosim historinë prej këngëtarëve këngëtarëve të vjetër, e që në fakt asnjëherë nuk përton të vish për të folur për këto ikona të muzikës popullore, por jo vetëm, që janë të njohura në këto vite të cilat i kemi transmetuar këto këngë vite 70-ta, 80-ta, edhe më tutje në fakt, por edhe më herët. Dhe të falenderoj shumë që ishe musafirimi i emisionit Arkivi. Unë të falenderoj ty që merresh me një punë jashtëzakonisht shumë fisnike, e shtetën emrin komplet. Një punë shumë fisnike e cila shpeshherë na bën me mendu, për shembull unë sonte jam jashtëzakonisht shumë emocional, si rrallë herë, për shkak se po ashtu dy interpretime, e që kur i kthyer për prizmit, që i kthyer në prizmit artistik, janë as të mrine, as të rritë, sa që unë tash sot të mas do të shërtoj shumë a miknu këto dy kongë mua me s'miknu. Se sa herë t'i kënoj, ka më doli vërëm të kiqi për para, ka më do keq, jam për këta e mi sigur. Falenderoj shumë. Fillimisht e kom pas si pasion, tash e kom bo edhe si punë, edhe mendoj që sa herë të ka nevojë, edhe sa herë të muj me kontribu në këtë aspekt, për vlerat mirëfillta shqiptare, unë Pa tjetër, gjithë ata që se din, Artani ka një emision, dy emisione, ka njërin që merret ekskluzivisht për këta këngëtarët e vjetra dhe me këngët e vjetra, që është në Radio Dugaxhinin dhe që shpalos në fakt këtë plejadën e artistëve të vjetër, këngëve të ikonike të cila kanë qenë bukur dhe që ka rezistuar kohës për kaq shumë vite. Edhe që sot më ki sfidu pëse ti mi pas të dy konga, unë e jo. Unë jam arkivi Artan, kështë se... Arkivi e ti edhe unë jam arkiv, mirë, po sot më ki sfidu me këto kongë të i bërë të piqit, me ata 72 dhe me këta... Falenderoj. Me këtë koncertin, të cilin nuk vidi cili koncert është, po për që është mes Tiranës për vret, edhe është me ansamblin e shtetit, me sigurin e datë interesante që ka lidhje me një fest kombëtare. Kjo është mundësia jonë pak më e madhe se ju e ja që të kemi këtu dhe të falenderoj edhe njerë, po nuk ka rëndësi se kush, por që ka rëndësi të shpalosim këto vlerat të cilat na i kanë lënë këta këngëtarë të Me dojnë për publikun edhe mi pa njerë që të i sot kjo shtetë ndërtimi jonë nuk është thjesht një periudhë kohore, është një cikël në cilin artistat ka një rol të jashtëzakonshëm. Veç mos të harrojmë me këngët kur ka ardhur që atëherë kur përmendëm në 70-80-at, ka qenë Ushton Gryka Kaçanikut, një këngë e cila ka bo shumë më tepër se çdo gjë tjetër. Ka majt gjallë frymën, ka majt gjallë patriotizmin, nacionalizmin, gjitha kanë qenë të fshena me këngë. Kënga ka qenë një kod i cili ka majt gjallë shpirtin edhe frymën e këtij vendi. Falenderoj edhe njerë ata. Ata të nderuar shikues, pra kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit të sotëm të Arkivit. Mos harroni, emisionin mund ta ndjesni në kanalet tona zyrtare në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim një javën tjetër.
sy, se burthojnë o sobaroti që ndjek vendin e ty.